Të dashur shqiptar, përse emri i Gjergj Kastriotit na del me shkronja serbe nga Mesjeta? Ç'është kjo mynxyrë? Ç'kuptim ka kjo? Shkronjat që janë përdorur për emrin e Gjergj Kastriotit janë shkronja serbe. Po përse do thoni ju? Sepse tingulli G dhe Q janë përfaqësuar me një shkronjë serbe të shpikur nga Akademia Serbe në vitin 1848. Kjo për arsye se kishte disa dialekte serbe. Dhe një nga këto dialektet serbe ka tingullin G dhe Q, që përfaqësohen nga kjo fonem. Ne kemi mësuar që vepra e buzukut është shkruar në shekullin e 15. Mirë po kjo germ është prezantuar mbas vitit 1848 nga Akademia Serbe. Ndodh një reform për të ndryshuar alfabetin serb dhe pikërisht kjo fonem e alfabetit serb përdoret në shqip, në veprën e buzukut dhe në vepra të tjera serbe, të dashur shqiptar. Pra emri i Gjergj Kastriotit shkruhet një lloj në serbisht dhe në shqip me alfabetin e buzukut, që është alfabet serb. Ta shikojmë bashk. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është me të vërtet e mynxyrshme. E shikoni këtë shkrim me alfabetin cirilik serb? Ky shkrim është përfaqësuar për herë të parë nga Akademia Serbe mbas vitit 1848. Pra ky lloj shkrimi nuk ekzistonte para vitit 1848. Atëherë si arriti Gjon Buzuku të krijojë veprën e tij me sharin me këtë gërm që shikoni këtu, që përfaqëson edhe tingullin G, edhe Q, edhe X në gjuhën serbe, por dhe në gjuhën shqipe. Pra para kësaj date nuk ekzistonte kjo mënyrë shkrimi. Atëherë del që vepra e buzukut është një falsifikim. Pra nuk është nga shekulli 15, por është i shekullit të 19 ky krijim i mynxyrshëm, vepra e buzukut. Që është një vepër madhështore, por është shkruar me alfabetin serb. Pra, arsyeja pse buzuku zgjodhi alfabetin serb është sepse vetëm në serbisht dhe në gjuhën shqipe ekziston kjo mënyrë shqiptimi, G dhe Q. Dhe vetëm kjo germe përfaqëson këtë shqiptim. Dhe ky shqiptim nuk ka ekzistuar në ilirisht, është në gjuhët slave. Të dashur shqiptar, emri Gjergj Kastriotit ka kuptimin fshatar dhe është përdorur në Greqinë e lashtë, Georgios. Dhe ky emër ndryshon në greqisht, si shqiptim në Georgios. Dhe ky ndryshim ndodh në shekullin e 4 të erës sonë. Por shqiptimi shqiptar, që është i njëjtë në shqip dhe në serbisht, ka ndodhur mbas ardhjes së slavëve në Shqipëri. Tingulli G dhe tingulli Q nuk ekzistonin në gjuhën ilire, nuk kishte tinguj të tillë. Këto tinguj gjehen në gjuhën serbe, në gjuhën arbreshe dhe në gjuhën shqipe. Pra, kjo mënyrë shqiptimi është krijuar mbas shekullit të 6 të erës sonë me ardhjen e slavëve në Shqipëri. Ndërsa kjo mënyrë shkrimi është krijuar në 1848 me reformën e alfabetit në Mbretërinë Serbe. Dhe këtë alfabet përdor Gjon Buzuku. Jo vetëm emri i Gjergj Kastriotit është grek, por dhe mbiemri i tij është grek. Kastrioti është në fakt në gjuhën greke kastriotes. Fjalë për fjalë do të thotë grua që banon në kështjell. Është emër femre. Mashkullore është kastriotos dhe femrore është kastriotes. Por kjo eja e gjatë në gjuhën greke
shqiptohet i mbas shekullit të 4 të erës sonë. Kastriotes shqiptohet kastriotis, do të thot banore e kështjellës, dhe grekët përdorin emra femëror si mënyrë përkëdhelëse për meshkujt. Emri Bardhylis shkruhet me e të gjatë në greqisht, do të thot lauresh. Mbas studimit tim, nga fjala bardos, këngëtar, dhe d-ja bët dhe në shqip dhe në greqisht. Por në ilirisht ka qenë d. Kur them ilirisht, do me thënë helenisht. Ilirët flisnin helenisht. Pra, si që bë Bardhyles në Bardhylis, Bardhyli në Shqip, edhe Kastriotes u bë Kastriotis, Kastrioti në Shqip. Pra pashtesa otes është një lloj si Epiriotes, grua që banon në Epir. Të dashur shqiptar, që në greqisht është sot Epiriotis, grua Epiriote në greqisht të dashur shqiptar. Pra, edhe emri Gjergj Kastriotit është grek, edhe mbi emri i tij do thot banore e kështjellës është grek. E kuptoni apo jo? Të dashur Pellazg, të dashur Ilir, me kështjella Ilire Helene, me monedha Ilire Helene, në tropoj të dashur Pellazg, ju dua shumë për njohuritë thella shkencore që ju keni. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, të dashur Kastriotis.